Sa duhet t'ju jap edhe këtë informacion të rëndësishëm, të gjithë ju që jeni sonte në ndrim natës në punë, duhet patjetër ta keni parasysh që ndrohet ora dhe do të punoni 9 orë. Pa e kuptu fare, pasi që në ora 3 të natës kthehet ora përsëri në orën 2, dhe nëse ju keni fillu punë në ndrim natë për shembull në ora 10 dhe keni pas me mbaru në 6, prap ashtu do ta mbaroni, por mrena qësoj periudhë do t'ju binë 9 orë, pasi që ora kthehet për 1 orë mrapa. Dhe me ligj në Gjermani e kanë që t'ja paguajnë edhe ator që i bie 9 orë, në vend që t'i paguhen 8 orë sonde. Për juve që nuk jeni në puna, për juve e për neve bëhet gjetë, do të flejna 1 orë më shumë, edhe po shojna më mirë. Por si që thash, e po është arsyeshme se ka shumë raste që firmat nuk bojnë zonë, nuk e tregojnë, disa firmat të pandërgjetshme, se shumica normal që e marrin parasysh një gjë të tillë, por e imja keq që t'ju tregoj. Pe nesrit çështu ndryshime janë. Unë ju përshëndes gjithë dhe me respekt, Muhamet Bajramumeti, kaloni sa më mirë.